Plan 30 ditor mësimi trading online. Java 1 bazat absolute. Qëllimi, kuptimi i tregut dhe i grafikëve. Dita 1 hapi parë trading online. Kjo ditë është themeli gjithçkaje që vjen më pas. Nëse dita 1 nuk kuptohet saktë, çdo hap tjetër ndërtohet mbi paqartësi. Qëllimi i saj është të kuptosh çfarë është tradingu, si funksionojnë tregjet financiare dhe cilat janë dallimet kryesore mes aksioneve, forexit dhe kriptomonedave, si dhe të hedhësh hapin e parë praktik duke hapur një llogari në TradingView. Çfarë është tradingu? Tradingu është blerja dhe shitja e instrumenteve financiare me qëllim përfitimin nga lëvizjet e çmimeve. Në trading, nuk blen për të mbajtur përgjithmonë, nuk varet nga fati, nuk është lojë bigjozi. Tradingu është proces analitik dhe disiplinor, ku tregtari përpiqet të parashikoj drejtimin e çmimit, menaxhoj rrezikun, kufizoj humbjet, maksimizoj fitimet në mënyrë të kontrolluar. Në thelb, tradingu është leximi i tregut dhe marrje vendimesh mbi bazë informacioni, jo emocioni. 2. Si funksionojnë tregjet financiare? Tregjet financiare funksionojnë mbi një parim shumë të thjeshtë: kërkesa dhe oferta. Kur ka më shumë blerës se shitës, çmimi rritet; kur ka më shumë shitës se blerës, çmimi bie. Çmimi në grafik reflekton vendimet kolektive të miliona njerëzve, institucioneve, bankave dhe fondeve në të njëjtën kohë. Tregjet ndikohen nga lajme ekonomike, vendime politike, norma, interesi, luftëra, kriza, inflacion, psikologjia e masës. Grafiku është pasqyra vizuale e gjithë këtyre faktorëve. 3. Diferenca mes aksioneve, forexit dhe kriptomonedave. Aksionet, stocks. Aksioni përfaqëson një pjesë pronësie në një kompani. Kur blen një aksion, bëhesh bashkëpronar i asaj kompani, fiton nëse vlera e kompanisë rritet, humb nëse kompania bie në vlerë. Shembull: Apple, Tesla, Microsoft. Karakteristika: tregtohen orare të caktuara të qëndrueshme të lidhura ngushtë me ekonominë reale. B. Forex, foreignet kange. Forex është tregu ku këmbehen monedha mes tyre. Shembull: euro, dollari amerikan, pound, dollari amerikan. Forex nuk blen një produkt fizik, spekulon mbi forcimin ose dobësimin e një monedhe ndaj tjetrës, është tregu më i madh financiar në botë. Karakteristika: hapësirë 24 orë në ditë, 5 ditë në javë, likuiditet shumë i lartë, i përshtatshëm për trading nga afat shkurtër dhe afat mesëm. Kriptomonedhat, kriptocurrency. Kriptomonedhat janë asete digjitale të decentralizuara. Shembull: Bitcoin, Ethereum. Karakteristika: nuk kontrollohen nga banka qendrore, tregtohen 24/7, luhatje shumë të mëdha, çmimi rrezik më i lartë, por edhe potencial më i madh. Kripto tregu është më spekulativ dhe kërkon disiplinë edhe më të fortë. 4. Hapja e llogarisë në TradingView. TradingView është platforma më e përdorur në botë për analizë, grafikumësim praktik pa rrezik. Pse TradingView është i domosdoshëm? Ofron grafik profesionale, nuk kërkon para për të filluar, është ideal për fillestar. Si hapet llogaria? Hy në faqen zyrtare të TradingView, zgjedh Sign Up, regjistrohesh me email ose Google plus përdor versionin falas. Në këtë fazë, nuk hap llogari, brokeri nuk depoziton para, vetëm mëson dhe analizon. 5. Çfarë duhet arrish në fund të ditës 1? Në fund të kësaj dite duhet të kuptosh çfarë është tradingu, dallosh qartë aksionet, forexin dhe kriptomonedat, kuptosh si formohet çmimi në treg, kesh një llogari aktive në TradingView. Nuk tregton ende, nuk rrezikon para, nuk nxitohesh. Përfundim: dita 1 nuk ka të bëjë me fitimin, ka të bëjë me ndërtimin e mendësisë së saktë. Tradingu është maraton, jo sprint. Kush e kupton këtë që në fillim ka avantazh real.